Zëvendës Ministri i Ekonomisë dhe Punës Marian Risteski, gjatë ditës së sotme ka njoftuar se së pari do të shohin rezultatet përfundimtare të masës për çmime dhe marzhet e kufizuara dhe më pas do të vendosë se çfarë do të bëjë më tej. Megjithatë, Risteski sqaroi se nëse është e nevojshme do të vazhdojë me masën, e nëse jo, atëherë ekonomia e tregut mbetet të rregullojë çmimet. Ai po ashtu theksoi se përgatitja e shportës mesatare të konsumatorit është drejt fundit, nga ku ushtoi se ajo do të duhet të kalojë nëpër filtra të mëtejshëm, kryesisht në Këshillin Ekonomik dhe social, ku do të shqyrtohet nga sindikatat, punëdhënësit dhe qeveria. Pastaj do t'i prezantohet publikut. Ai shpreson që të gjithë pjesëmarrësit në zinxhirin tregtar ta kenë nxjerrë mësimin e tyre, nga ku në plan të parë të jenë qytetarët dhe mbrojtja e standardeve të jetesës. Së bashku, duhet të bëjmë gjithçka që mundemi për të mbrojtur standardin e jetesës së qytetarëve dhe jo të rrisim artificialisht inflacionin dhe çmimet kur nuk ka mundësi ekonomike për këtë. Domethënë, të respektojmë ligjet e ekonomisë, të dhënat nga shporta mesatare e konsumatorit do të përdoren ekskluzivisht për krijimin dhe hartimin e politikave ekonomike cilësore për të mbrojtur standardet e jetesës dhe jo për krijimin e opinionit publik. Për këtë, do të na duhen të dhëna relevante nga institucionet dhe Inspektorati Shtetëror i Tregut. Ndërkaq, qëndrimi i kryetarës së Organizatës së Konsumatorëve të Maqedonisë së Veriut, Mariana Lonçar-Velkova, është që pas publikimit të listave të çmimeve të gjitha produkteve në tregje, është e nevojshme të krijohet edhe një mjet i ri që do t'ju lejojë konsumatorëve të krahasojnë çmimet e të njëjtave produkte në tregje të ndryshme, për të zbuluar se ku është më e lirë për ta të blejnë. Nëse dikush ka ndërmend të blej 5 ose 6 produkte, duhet t'i kërkojë ato në të gjitha ato lista produktesh që publikohen, të shkojë nga tregu në treg në internet për të qenë në gjendje t'i gjej. Nëse do kishim një mjet krahasimi, do të shkonte shumë shpejt. Përndryshe, ideja është e mirë, por ajo ide duhet të zhvillohet më tej. Duhet të krijohet një mjet krahasues i produkteve ku ato mund të blihen më lirë dhe tregtarët mund të kenë konkurrencë me njëri tjetrin. Deri më tani, Velkova tha se nuk kanë marrë asnjë ankesë nga qytetarët në lidhje me çmimet e paqarta të publikuara të produkteve në tregje, por ata besojnë se mënyra se si publikohen tani çmimet e produkteve është ende konfuze.